Pas datës 18 korrekt, kthesa që nuk pritej për këto 5 shenja. Ndonjëherë mjafton një datë që gjithçka të fillojë të ndryshojë. Pas 18 korrikut, energjitë astrologjike krijojnë një lëvizje që nuk prek të gjitha shenjat në të njëjtën mënyrë. Për disa, do të jetë fundi i një periudhe pritjeje. Për të tjerë, fillimi i një mundësie që dukej e pamundur vetëm pak ditë më parë. Kjo kthesë nuk vjen me paralajmërim dhe pikërisht për këtë arsye mund të jetë kaq e rëndësishme. Le të zbulojmë tani cilat janë 5 shenjat që mund të përjetojnë ndryshimin më të madh pas datës 18 korrik. Peshorja. Për ju, kthesa nuk do të vijë nga ajo që po kërkoni, por nga diçka që shfaqet krejt papritur. Një situatë që e kishit konsideruar të mbyllur mund të rikthehet në një formë krejt tjetër dhe t'ju jap një mundësi që nuk e kishit parashikuar. Në punë mund të merrni një propozim ose një lajm që ju shtyn të rishikoni objektivat për muajt në vazhdim. Në aspektin financiar do të krijohen kushte më të mira për të organizuar planet tuaja, ndërsa një shpenzim që ju shqetësonte mund të zgjidhet më lehtë nga sa prisnit. Në dashuri, energjia favorizon afrimin dhe sqarimin. Nëse jeni vetëm, një njohje e re mund të lindë përmes një rasti krejt të papritur. Pas 18 korrikut, mos u kapni pas planeve të vjetra, sepse rruga e re mund të jetë shumë më e favorshme për ju. Shigjetari. Për një kohë të gjatë mund të keni pasur ndjesinë se po prisni momentin e duhur për të vepruar. Pas 18 korrikut, ai moment mund të vijë më shpejt nga sa e kishit imagjinuar. Një zhvillim i papritur në punë ose një bisedë me personin e duhur mund t'ju bëjë të ndryshoni planet që kishit ndërtuar për pjesën tjetër të verës. Në aspektin profesional favorizohen iniciativat e reja, sidomos ato që kërkojnë guxim dhe besim te vetja. Financat tregojnë shenja përmirësimi, por do të jetë e rëndësishme të investoni me zgjuarsi dhe jo vetëm me entuziazëm. Në dashuri, një situatë që dukej pas zgjidhje mund të marrë një kthes pozitive fal një bisede të sinqertë. Ata që janë vetëm mund të njohin një person që ndryshon mënyrën se si e shohin të ardhmen. Pas 18 korrikut, çdo hap që do të hidhni me bindje mund t'ju afrojë më shumë me objektivat që keni ndjekur prej kohësh. Demi. Nuk është gjithmonë forca ajo që ndryshon fatin, por koha e duhur. Pas 18 korrikut do të kuptoni se disa pengesa që ju kanë ndalur deri tani fillojnë të humbasin rëndësinë e tyre. Në punë mund të krijohet një mundësi që ju lejon të tregoni aftësitë tuaja në një mënyrë krejt tjetër. Një person me ndikim mund të vërejë për kushtimin tuaj dhe të hap një derë që më parë dukej e mbyllur. Financat paraqiten më të qëndrueshme dhe një vendim i zgjuar mund të sjellë përfitime afatgjata. Në dashuri, energjia favorizon qartësinë dhe vendimet që janë shtyrë prej kohësh. Nëse jeni vetëm, një njohje e re mund të vijë përmes rrethit shoqëror ose një aktiviteti që nuk e kishit planifikuar. Kjo kthesë nuk do të jetë e zhurmshme, por do të jetë e mjaftueshme për t'ju bërë të shihni të ardhmen me më shumë optimizëm. Dashi. Jo çdo mundësi troket 2 herë në të njëjtën derë. Pas 18 korrikut mund të përballeni me një zgjedhje që kërkon vendosmëri dhe besim në instinktin tuaj. Në aspektin profesional, një projekt ose një ide që dukej e pamundur mund të marrë mbështetjen që i mungonte. Mund të lindë edhe mundësia për të bashkëpunuar me njerëz që ju ndihmojnë të arriteni. Financat përmirësohen gradualisht, por shmangni vendimet e nxituara vetëm sepse gjërat fillojnë të ecin më mirë. Në dashuri, një moment i rëndësishëm mund të ndryshojë mënyrën se si e shihni marrëdhënien tuaj. Ata që janë vetëm mund të takojnë ditë që hyn në jetën e tyre në një mënyrë krejt spontane, por lën një ndikim të fortë. Pas 18 korrikut, mos keni frikë të ndryshoni drejtim nëse e ndjeni se zemra dhe arsyeja po ju çojnë në të njëjtën rrugë. Birgjeresha. Për ju, kjo kthesë lidhet me një mundësi që mund të ndryshojë ritmin e javëve në vazhdim. Pas 18 korrikut, një lajm, një takim ose një vendim i një personi tjetër mund të krijojë kushtet që prisnit prej kohësh. Në aspektin profesional, favorizohen projektet e reja dhe bashkëpunimet që ju japin më shumë siguri për të ardhmen. Nëse keni menduar të bëni një ndryshim në karrierë ose të pranoni një sfidë të re, kjo periudhë mund të jetë më e favorshmja për ta bërë.
Financat tregojnë stabilitet dhe krijohen mundësi për të organizuar më mirë të ardhurat. Në dashuri, komunikimi bëhet më i hapur dhe më i sinqert. Ata që janë në një lidhje mund të marrin një vendim që i afron edhe më shumë, ndërsa beqarët mund të njohin një person që sjell qetësi dhe besim. Kjo kthes nuk do të jetë vetëm një ndryshim i përkohshëm, mund të jetë fillimi i një rruge që ju çon drejt objektivave që keni ndjekur prej kohësh. Nëse ky parashikim të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj në koment fjalën "kthesa" nëse beson se pas 18 korrikut po hapet një mundësi e re për ty dhe na trego edhe shenjën tënde. Bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet për të mos humbur asnjë parashikim. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh pikërisht tani.